ky është episod I dashur për mua, sepse me të dy personazhet që kam në këtë tryezë, që është e podcastit Ju flet kombinati, që është qyteti brenda kryeqytetit, brenda metropolit, e ndaj me Ed Manushin, që është një shok I vjetër, bashkëpunëtor, kemi punuar bashkë në disa faza caktuara të jetës sonë në disa institucione, edhe sot figurë e njohur celebritet në kryeqytet, në fushën e pasionit tij për sportin, emisione televizive, është një personazh I cili është rritur në kombinat, është formuar në kombinat, ndoshta sot nuk jeton më në kombinat, por është një kombinat ekselent. Kombinat në momentin që ke marrë titullin mbetesh pastaj edhe kur ikën nga kombinati. Kam vështirësi. Faleminderit njëherë për të ftesë Gonxhe dhe të urojmë suksese në këtë. Shumë faleminderit, duke marrë parasysh edhe famën tënde. Është një mbështetje shumë e rëndësishme nga ana jote për podcastin ton. Dhe Afrim Tole, një tjetër ish bashkëpunëtor I imi në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, sot drejtori rajonales automotorizimit shqiptar të kryeqytetit, një personazh tjetër I rëndësishëm I kombinatit, nuk e di a jeton sot në kombinat, po është një kombinat tjetër ekselent, I lidhur me klubin Partizani, me futbollin, personalitet I sportit, por një qytetar me një rreth njohje dhe me një empati të jashtëzakonshme me çdo që takoj dhe që kudo që has. Emri Afrim Tole është gjithmonë mik I dashur, njeri që ndihmon, njeri që spërton ditë natë, hap telefonin. Edhe kështu që Afrim të falenderoj që erdhe, edhe që të kam një mik edhe një shok të mirë, edhe që me atë butësinë edhe me mirësinë tënde, kudo në çdo ambient që je, e përmirëson ambientin ku je. Ndërsa ne Manush jemi pak më falenderoj edhe ty që na puqe bashkë njëherë me Afrimin. Ne jemi pak më energjik, shpesh impulsiv, jemi të dy natyra. Unë kam qenë më ekstrovers, unë kam qenë pak më protagonist I gjërave dhe ti tentoje të ishe dikur pak si më I tërhequr. Pastaj pate një shpërthim pas ndarjes nga unë. Si kombinat. Dhe pastaj u bëre shumë më I famshëm, edhe në një moment caktuar kohë duhet ku di unë, nuk e di, duhet kërkoja unë takim me ty për ta Më ngacmon shumë ky podcast jot nga emri. Për ta pirë një kafe, edhe megjithatë ke një cilësi që je njeri real, edhe je edhe real dhe në televizion, bën një real televizion. Edhe përpiqemi për ata që të ndjekin, ata e dinë shumë mirë se je një nga më popullorët në televizionet private shqiptare që janë kombëtare, edhe je një figurë shumë qytetare, shumë e emancipuar e ekranit, që është një dritare shumë e dashur për qytetarët shqiptar. Kështu që unë I falenderoj, do doja të flisni troç, të thonit përshtypjet tuaja nga kombinati I kohëve tuaja dhe pastaj në kombinati sot. Ju e dini shumë mirë detyrën time, punën time, misioni im është që duhet bëj që ky realitet konkret të përmirësohet në sa më pak kohë dhe sa më shpejt për të qenë një lagje, një qytet brenda kryeqytetit, siç e thash, që do të ishte krenari të banoje këtu, do ishte krenari të ishe pjesë, që do ishte një zonë shumë atraktive për të bërë biznes, për të investuar, për të bërë sport, për të bërë jetë sociale, kulturore. Unë e shoh kombinatin si një mundësi për të qenë një pol shumë I rëndësishëm I kryeqytetit, edhe nga kombinati, pse jo, dhe kombinati të jepte një shtytje gjithë rilindjes së periferive të kryeqytetit, që pa të cilat unë mendoj që një metropol si Tirana nuk do ishte dot kampion në kuptimin e vërtet fjalës, sepse ne dim që qendra është zhvilluar shumë, por na duhet tani të bëjmë shumë të jetueshme edhe të gjitha rrethinat, edhe të gjitha zonat e tjera që janë pjesët natyrale të kryeqytetit. Ne tashmë flasim për një metropol I cili po bashkohet gati me Durrësin. Imagjinojmë se sa e rëndësishme është pjesa e të gjitha lagjeve të kryeqytetit. Mirë se erdhët. Mirë se gjetë. E fillojmë nga ju, Manush. Jo, kur qenë I vogël, kam qenë tani kështu di pse kombinati ke historia kombinati, jeri jam I kënaqur dhe I lumtur që me
aq sa të njoft ty Gonxha se tani nuk është rasti për po të gjëra le t'i themi troç se ajo modestia na ka lodhur. Mirë përsipër një gjë që me ne është e lidhur shpirtërisht, ne kemi lindur kombinat, kemi kaluar një pjesë të madhe të jetës tonë dhe është e mirë që kombinati thillet çik me origjinën, domethënë nga vjen ku shkojnë. Te kombinati e ke çik më të lehtë punën ti sepse kombinati ka qenë, ti thua qytet brenda qytetit, por në atë kohë kombinati ka qenë më i madh se gati me banor sa Berati në një moment caktuar, arriti 60-70.000 banor në atë kohë, tani ka shumë më shumë. Pra është një qytet që ta lehtëson punën dhe atje po të shkosh me idenë për të bërë realisht gjëra të mira, ne po diskutonin pak përpara që ç'a mendon ti, na thoi që mund t'i duhet kombinatit. Urgjent i duhet kombinatit e fusha e madhe që na ka mbledhur ne të gjithëve. E ti the që mund t'ja dalim ban sepse ka hapësira që mund t'i gjejnë. Po do të kthej edhe një herë ke një kujtesë e fëmirisë time, ne kombinat kemi pas një radio kombinati, kur kam qenë i vogël unë dhe ikja në shkollë fillore. Unë ike gjithmonë nga ora 1:10 fillonte mësimi, në orën 12:30 për ditë më jepte gjyshja një pjatë me grosh parasetike dhe dëgjoja ke radio kombinati një këngë që se harroj asnjëherë. Tu do më beke bardhë këtu. Që nuk e di pse më ka shoqëruar kjo këngë gjithkohës time dhe disja të dëgjoja. Tani kur tek e diella bëm një gurën popullore, erdhi një grup i marrës i pilurit që e këndonte atë këngë. Dhe sa e vjetër është kjo këngë, më lart se mua është kjo këngë. Nuk bëhet fjalë. Pra lidhe me do ta lidh me radio kombinatin, kështu që kjo është një gjë shumë interesante Gonxhe që Domethënë radio kombinati, ju flet kombinati, radio kombinati. Po, domethënë na ke hyrë direkt në zemër me një gjë si kjo, e para dhe e dyta, të falenderoj se ne afrimi është tipiku ekselent i lagjes tonë i cili ka bër çunin e rin kombinat, ka bër çunin e hedhur të lagjes, ka bër futbollistin që ne kishim gjithë ëndër, ka bër pastaj bashorti shëmbullor, administratorin e shtetit, domethënë i ka kaluar gjithë fazat e jetës vetë dhe ai do ishte ideali i dal nga lagja jonë. Dhe ne mburremi realisht ka drejt, se ne mburremi me ty, se kush ka luajtur futboll është një hap para nesh. Ne e tregonin futbollin, ne mblidheshim ke stola, unë me Rakipin edhe me këta e tregonin futbollin, kurse Valmeçe, Andrea Marko, ti Lat Gjergo e lunit futboll. Kështu kjo është një diferencë e madhe, prandaj ju jeni ju idhuj dhe për ne. Kombinati nuk ka nxjerrë vetëm në futboll. Në kombinati ka pas aktor, politikan, financier të mirë që duke filluar që nga Santo, pjesë pas, e vërtet, Canin, ka pas futbollist pse Çim, Braçë është kombin nga kombinati, Lat Gjergo, Nestoja, Alban Bushi, politikan Erion Braçe, edhe shumë të tjerë. Domethënë Erioni na ka përmendur te emisioni juaj. Ashtu si është Manushin në televizion që pa i bërë qefin është the best. Dhe ajo që të çuditë është ka lidhur edhe politikën dhe sportin. Unë e ndjek me kënaqësi Manushin se përveç do të jesh prezantues një televizioni, po që të kesh aq informacion për futbollin sa Manushi është shikë vështirë, se në fundit nuk je gazetar sportiv. Jo, Manushi ka informacione. Me aq sa e njoh llojin e punës që bën Gonxha, më pëlqen që e di çfarë është e keqe në politikën tonë kam vënë unë është që një fillimi nga, domethënë sa merr një detyrë se një gjë sikur e fillon një gjë nga zero. Në fakt nuk do të fillon nga zero, do të më kthy çike ke rënjët, ke punën që ka bërë para Arsi, ke punën që mund të ketë bërë një grupi tjetër politik për e ka bërë të mirë. E merr, e nis që aty gjën për ta çuar në një nivel më të madh. Kështu që rasti i kombinatit mund të jetë tipik në një gjë si kjo. Më jep entuziazëm që je aty Gonxhe për të bërë gjëra të bukura. Unë prej kohësh nuk jetoj në kombinat, po jam i lidhur me kombinatin dhe kjo të quajtur kombinat, se ke parasysh si ndaheshin lagjet atëherë Laprax kombinat dhe futbolli gjithmonë është mes se Laprax ishin Partizanin, ne u përzishim në llojet e tifozdiqeve. Po duhet të them që i ke hyrë një punë që do gjesh dashuri, mirëkuptim dhe kam idenë është e vështirë si çdo punë, patjetër është sfidë, po ti sigurisht ke qef sfidat, kështu që do të çosh ose çoj deri në fund këtë. Jo, ishte më mirë dhe jam edhe në listën e hapur, faleminderit, domethënë që do duhet ishte sfida edhe më e bukur. Kemi për të parë diasporën, që është prap një sfidë tjetër e madhe për vendin, edhe për një test, edhe për besueshmërinë e zgjedhjeve dhe edhe natyrisht për forcat politike. Ky podcast është natyrisht i një drejtuesi politik, nuk diskutohet, në këtë rast unë këtu jam si blend edhe si ministër, por edhe si drejtues politik, por nuk e kam qef politikën si më thon klishe. Që të dalë këtu tani dhe të bërtasim vetëm me flamurin e partisë. Pra ideja është që ne do ndihmonim kauzën, çdo lloj kauze do ishte nder për çdo që
që i hyn edhe që lufton për ta arritur atë kauz që beson, por që do ta ndihmonim shumë kauzën nëse do të ishim rreth parë njerëz vërtet, nëse do na njihni dhe besoni për atë që jemi, për atë që ne duam të arrijmë dhe për atë që si më thënë projektojmë në ambicet tona për një jetë më të mirë në këtë kryeqytet. Kuptohet, kombinati nuk arrin do t'i zgjidhë gjithë problemet e veta vetëm si i tillë, vetëm si një njësi administrative, do duhet të ripar komplet, do të rikonceptuar, mendoj unë, një pjesë e mirë e mënyrës se si menaxhojmë burimet tona, qytetin, kryeqytetin, se si e administrojmë buxhetin bashkiak, se si e ndërtojmë edhe një herë nga e parë njësinë administrative si një mini bashki me të gjitha mjetet. Mendoj që do të ishte biles është pak të thuash që kombinati duhet të jetë i vet administrueshëm, pse jo dhe i vet financueshëm. Kombinati ka boll biznese dhe me goxha të ardhurat, do të ishte e padrejtë mos kishte mundësinë e vet për të thënë fjalën e vet, për të administruar kulturën, pjesën sociale, artin, distriktet e biznesit edhe të artit në kombinat, pra pjesën e zonave rekreative, zonave sportive. Kam një bindje të fortë që bashkë me aktore, faktorë si ju, po edhe tjerë, me sa kanë folur, ne duhet patjetër ta konceptojmë një qendër multifunksionale sportive me rrethe, me trime të reja, po bizetoni me 2 kampion, boksier, sportistë tjerë dalluar nga kombinati, cilët janë gati që të hapin qendrat e tyre të këtyre aktiviteteve. Ne do të kemi pishina, zona ku bashkë me pjesën e planeve të zhvillimit që do ketë kombinati sa i takon zhvilluesve privat, duhet patjetër të standardizojmë tashmë këtë cilësi të re jete që do duhet ta ketë kryeqyteti, sepse sipas mendimit tim pa një ndërthurje të fortë, një qëndrueshmërie ekonomike, sociale, nuk ka shpresën e duhur dhe nuk ka atë sigurinë e duhur, por prapë shumë më tërheqëse pjesa e nostalgjive dhe ashtu si ju po e tregoni, po futem edhe unë në një panoram tjetër që i përket ndoshta për një pjesë shkuarës, por që na ndihmon që të fantazojmë një realitet edhe më të mirë në vijim. Nëse më lejon Gonxha, tek rasti jot se është, ne ndjejmë politikën, ne jetojmë, po jemi të shkëputur patjetër nga politika. Afrimisht administrator mund të jetë pak më afër gjërave të politikës së vendit, po vetë jam më i distancuar, por më pëlqen një gjë që i vë fytyrë, personazh dhe çdo gjë lëvizjeve dhe gjërave që të bëjnë atë vend. Duke ditur unë kush je ti dhe ç'a bën, jam i bindur që një histori si, po them, një kënd sportiv. Unë nuk e di nëse mund të jetë e modës prapë për një qendër kulturore, se këto s'ka ardhi që kohë e re. Këtu ky ditë adaptohet para nesh me se ç'a duan dhe të rinjtë e kombinatit. Më kupton tani, kombinati nuk është më kombinat si dikur që ti merr çdo kombinati, është pjesë e të gjithës, komunikohet, lindet nga të gjitha zonët, nga kombinati del nastir, vjen ke top qend, pra ka një shtrirje më të gjerë. Por ky mund ta ketë inteligjencën për të bërë gjëra më të përshtatshme për të rinjt, se doja ta kujtoja pak me kohën tonë. Dikur kombinati ka qenë lagje me bërë me punëtorët masiv të kombinatit tekstile Stalin, njerëz që vinin kryesisht nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, dhe në atë kohë u bën spitali, një spital modern kombinat. Unë kam idenë edhe ndjesinë e atij spitalit tim, për shembull, që kur ishte ftohtë, futenim ky hall i spitalit, ngrofnim duart tek ato se ka pasur kombinati ka qenë lagje me ujë të ngrohtë para të gjithave për shkak të rruzë. Dhe më binte era e një pastërtie që se harroj gjithë jetën time, një higjen, një pastërtie e madhe. Për shembull, unë se di sot se s'kam shkuar, po kur i them këto ndjesi, ata që janë brezit tim 100% e kuptojnë. Të rinjt ndoshta habiten me mua, se edhe çunime, po ta nuk do i kuptonin se çfarë flet ky. Po binden sy në atë kohë. Pra nëse hym ke gjërat e prekshme, ku diun, të ketë përsëri kombinati një spital si ky, unë do lumturohesha, se nuk e di, nuk kam qenë. Ka pas ndoshta edhe ka martenitet, po ka pas çdo gjë në këtë aspekt. Siç ka pasur kombinati ka pas kineman më të bukur në kohë, që një qendër të bukur kulturore. Po ja ku e the planin e kombinatit. Kjo është histori, pastaj nuk e di se pas prandaj lidhet me këtë, se ka këtu një ordër tani që Gonxha është para të gjithës, se edhe kjo mendon ky, se e di ky se ç'a duan njerëzit 2027 e kupton se ka shumë incitjet organike dhe kështu që thoni ju ndihmon shumë e lidhur edhe për po pra megjithëse mos pëlqen politika që thon lista hapur, lista mbyllura, jeni treguar
të zgjuar se disha të fjalë tjetër që të kam vënë ty aty në kombinat dhe unë di se ku je ti datë 12. Dhe ora Gonxha, po ç'është kjo gjë? Se do të çoj mesazh. 12, bie fjala datën 12. Po kjo do thot një, përgjithësi për ty, dy një lloj komoditeti për ne sepse ti je njëri që po i vore fytyrën gjërave me aq sa di unë, do duhesh ta çosh një gjë deri në fund. Aq sa të lejohet, ose po kam përshtypjen që ca gjëra mund të ndryshojnë për mirë. Dhe kur thu kombinat, ke thënë Tiranë, ke thënë kryeqytet, ke thënë një gjë që është pjesë e 1 milion banorëve sa kemi ne tani këtu, pjesë e të tërës. Kështu që në këtë kuadër të dim gavim, shohim rrënjët për ta çuçing përpara. Unë bëjmë ndonjëherë nostalgjik kur kujtoj lagjen time. Kam një rubrikun që bëj tek e diella që është galeri, që është me fotografi bardhëzi. Çfarë feedbacku marr? Një pjesë e madhe e kombinatëve janë jashtëtit. Kombinatët ishin ata që hapen ambasadat parë. Në vitin 90, kombinatët i mbushin ambasadat. Dhe shumë shok tanë të lagjës atëherë më të hellurit, afrivi një fëmijë shumë për tyre, hyn ke ambasada gjermane. Dhe kombinati ka qenë një çik flakadan edhe ke ndryshimi regjimeve, siç ka qenë ti Gonxha, se ju bënit grevën këtu, kombinatët bën veprimet e veta me bujara likot, çan ambasada gjëra. Dhe do të them një pjesë e tyre kam idenë që do emocionojnë nga këto që gjëjnë dhe i kanë gjithë jashtëti, i kanë Gjermani, i kanë Kanada, më shkruajnë pafund kur billafi në një kombinaci për që lidhen me këto lloj nostalgjish. Patjetër sot ka zhvillim, lagja ka ndryshuar, aty ka banor të rinj që kanë ardhur mbas viteve 90, por shtati ka qenë shumë i përshtatshëm për të mirë pritur ata, ka pas një nivel social shumë interesant. U bë një eksperimenti kombinati, për mendimin tim u realizua me shkolla, me njerëz me nivel, me intelektual që dolën nga lagja pafund, ne morëm politikan, futbollista apo ca intelektual, po kombinati kanë nxjerr shumë personalitete të tjera. Kështu që në këtë kuadër, kjo mund ta lehtësonte nga një anë punën ty, nga ana tjetër mund të çonte çik drejt një përgjegjësie ndryshe nga kjo që ke pas deri tani. Kështu që blendi është mësuar me përgjegjësi. Merre përsipër Gonxha dhe çoj përpara. Për mua është më mirë që është në listë hapur. Është edhe një lloj testi për atë punë që ka bërë gjithë këto kohë. Me aq sa kam folur dhe aq sa komunikoj me miqtë dhe me shokët e mi, kombinat, një pjesë e tyre kanë dashur të takojnë dhe janë takuar me ju, të dinë shumë mirë që je nga ata njerëz që nuk premton kot, por i shkon çdo gjë në fund që është për të mirën e komunitetit, apo në rastin konkret edhe te puna ku jam unë sot, që është një nga punët më të mira që keni bërë ju dhe Ministria Infrastrukturës, të presin me qef, me dëshirë, për të siguroj që kombinati ka shumë probleme që duhen zgjidhur. Kjo do jetë për mbas datës 12 maj. Unë e vlerësoj edhe punën që ke bërë, vlerësoj edhe punën që po bën. Po si unë e Manushi që jemi këtu, ka edhe shumë të tjerë në kombinat, që ndoshta Manushi preku një pjesë të atyre që kanë shkuar në ambasadë, po ka edhe nga ata që janë akoma në kombinat, që duhen takuar. Kombinatët të vjetër që në detë mbartën një histori për kombinate më shumë se mua e Manushi, se janë edhe më të mëdhej se mua e Manushi në moshë. Kombinati ka me të vërtet nevojë për atë spital, ka nevojë për fusha futbolli. Disa fëmijë të vegjël janë që stërviten sot, më të paktën kam informacion që e marr nga miqtë e mi dhe nga shokët e mi, kolegët e mi të sportit që janë trajnerë, që duan servisin fëmijët, por fati mirë është që është një fushë diku sipër kur shkon në rezervuari, nëse e keni parasysh te Gersi, Gers Xhepa, që dhe është një kombinat si vjetër. Unë do doja, se ndoshta të ajo fushë që më dhem më shumë, unë jam rritur të ato fushë në kombinat. Po shke poligoni. Po, edhe do doja të kërkoje, sipas edhe asaj që ne kemi folur bashkë edhe para shumë kohësh që çaj nevojitet të kombinatit, edhe unë kam thënë që të shumë. Po një nga ato janë fushat e futbollit për ata fëmijë të vegjël që mos të marrin rrugën për tikur diku në qytet Nxënësve apo do thosh afër është, po prap pse mos ta kenë atë komoditet për të stërvitur në kombinat. Unë mendoj që kombinati është çik preteksti. Çfarë do të them me këtë? Që patjetër që ju keni ndoshta në këtë fushat politike detyra më të lidhura me kombinatin, po kur them kombinati është preteksti, jemi duke prekur pak problematikat gjithë kryeqytetit, se nuk ndryshojnë më shumë nga njëri tjetri. Unë do doja ta nisja nga rruga ime, kur e ke përsëri që thonim atëherë që rrugat bën futbollistë, rrugat bën pavar, rrugat jep sensin e mbijetesës. Ne gjithë jemi rritë në rrugë në femërin tonë. Se na lejonte edhe regjimi. Rruga ime ka qenë rruga e gastronomit sipër që kafte, që nga fillimi familjen zyliftarëve, ke parasysh? Që nga Tebeni, Avniu, Ademi, gjithë grupi Ben Zyliftari. Pastaj zbrisje ke
Benvori thoshim ne, po janë grupi, këto janë familjet e mëdha të vjetra të kombinatit që sa e riki dhe i njohin akoma të gjithë. Tashi Dedes, edhe Zbret, pastaj në krah kishim Pra fakt këtyre që përmendë emrat janë të gjithë aty akoma. Jo, e di që janë të gjithë aty, dhe ata do kënaqen, dhe unë do doja, nëse më lejon Gonxha, edhe mund t'i bëjmë një përshëndetje këtyre se këta i kam miq të vjetër me këta jemi rritur. Dhe do të them që këta i ke 100% aleat të mirë sepse ata e duan aq shumë atë vend atje se është vërtet që kanë ardhur dikush nga këta kanë ardhur nga Skrapari, zyliftarët. Po ashtu dhe Ben Gërmenje, këta balozi nga Skrapari. Ne ishim përmetarët poshtë, por do të them janë të lidhur aq shumë me atë vend sa që kanë si thosh tokën e tyre dhe ta di shumë mirë që janë aq të prirur, aq të dashuruar me atë vend sa që do prisnin çdo ide të mirë që mund t'i çojë. Ndërkohë që përmendëm emra tani se ju flisni milingonat punëtore mbajnë shënime. Okej, edhe ata do takohen edhe në zonë edhe ne do e përcjellim dhe mesazhin edhe do na dëgjojnë besoj disa prej tyre edhe nga podcasti. Po un po hesh sepse është shumë e bukur kjo që ju po tregoni, është brenda dhe plani, është brenda dhe ndjenja, është edhe ambicia, janë gjitha brenda te këto që ju thoni. Me shumë dashuri po i përshkruani shumë më mirë se çdo propozim partijak. Ndoshta kohën e keni të limituar se është fushat edhe jeni të zënë me takime, por të doja me që Manushi është dhe Manushi më në kontakte me anë Facebookut dhe flet me një pjesë e tyre, unë komunikoj me shumë. Të doja që gjitha ka Instagrami tani më i fortë se këto brezëri do Instagram për të korrigjuar. Ndoshta. Unë Instagram kam, s'kam Facebook, kështu që do doja një pjesë të atyre njerëzve, dhe pse Edi i përmendi, ti takoja. Janë me të vërtet njerëz shumë të mirë. Autokton kombinatës, me histori, njerëz që kanë dhënë shpirtin për kombinatin, për rindërtimin e kombinatit, për ndërtimin e kombinatit dhe sot ata janë po të e zonë që tha Manushi, që mund të kenë problemet e veta, po do ishe mundur i takim me ata se është zona Manushit që mund vi Manushi vetë i takoj. Unë kam dhe një histori që e zbulova në fakt vonë në kujtimet e motrave të mia që po më tregonin që edhe mamaja ime pas kështë qenë një pjesë të saj në kombinat bashkë me jo të gjitha tezet, sepse disa kanë qenë si transferonin atëre një teze më e vogla ka qenë në Tropoj, një teze tjetër në një po këta kanë qenë sepse si duket tezja e madhe i feti, besoj, duhet jetë historia e sakt, ka qenë punonjëse në kombinat, ndoshta mamaja ka qenë stazhiere, ose ka tentuar të jetë punonjëse në kombinat, ka qenë më e re në moshë, edhe nuk e kam gjetur ende ku kanë qenë si shtëpi, se ndoshta nuk ekziston më ajo godina e vjetër prej Populitia, ku di unë si kanë qenë këto godinat që mund të jenë aty ke shëmbur, janë modifikuar po brenda kësaj historisë kombinatit që e the edhe vet, unë jam përgjegjës themi për pjesën e fushatës zgjedhore përsa i takon njësisë 6, por natyrisht duhet timoj shumë edhe në njësi tjera. Zgjedhjet tashmë janë, ju e dini, sistemi i ri është janë zgjedhje qarku. E kuptoj, prandaj ta kombinati është preteksti. Zëri do dali në gjithë qarkun, janë 5 bashki ku ne votohemi nominalisht në listën e hapur dhe më vërtet e thash edhe unë edhe kur e biseduam që jam shumë herë më mirë me listën e hapur se neve na jep një mundësi, si me thënë që e kupton të përballemi në një mënyrë më reale dhe natyrisht edhe skema e zgjedhjeve është e tillë që ata që kanë një eksperiencë më të madhe, një histori pak më të gjatë duhet të përballen në listën e hapur, por të ndihmuar të rinjt që ndoshta nuk bëheshin dot deputet pa qenë në listën e mbyllur, por që i duan Partisë Socialiste në këtë rast, më falni që e përmenda emrin e partisë tu, po që dihet pozicioni im, sepse kështu duhet hapim edhe atë pjesën e strukturave, karshit të rinjve, cilët duhet vijnë për ta freskuar të organizat. Unë sinqerisht Gonxha e shoh përgjegjësinë tënde për te kombinatin në çast aspektit, duke në një femi mirë, dhe ky është një podcast sado që mund të jetë shumë me jahon publike, ka dhe marrëdhënie personale brenda siç janë këto tonat e imja me ty dhe me Afrimin, që ne i thonim Piku kur ishte i vogël. Po kjo pikë Manushi ka net jemi rritur me familjen e, unë kam qenë mik shumë i madh me vllajën e Afrimit që nuk jeton i vllat, ai ka qenë shok shumë me Idin. Kur kam qenë i vogël kam pas shumë quka. Edhe Manushi më thriste Piku. Po një pjesë e vogël e njerëzve dinë që ka atëherë ngeli shumë vonë, domethënë edhe biles një ditë rrugës po kaloja me dikë. Edhe Manushi më thiri Piku si esja nga shtëpia dhe ai ktheu kokën për të parë kush ishte tjetër. Më thonë, ç'ne më thon. Ja tregova. Kishte kohë kur ka pas pikë posta vjetre, mama. Po, posta vjetre. Pra, jo, se u futëm me këtë Pikut, po doja të thoja Gonxha është një përgjegjësi për te kombinatit, sepse
duke qenë ky lloj sistemi që ti përballesh me gjithë qytetin, se gjithë qyteti mund të ketë akses tek ty. Mos kujtoj që nuk do të vi në një kërkesë nga jona edhe mbas datës 11 për lagje të tjera në Tiranë, se tani ne jemi banor në për lagje të tjera dhe ne kemi shumë miq që ata, se unë çdo herë që takoj njerëz do donin që ta dinin për kë me kë kanë kontakt. Për shembull, takoj gjithmonë pi një kafe, kam një grup si oficerat vjetër, ish pensionista, pim kafe nga që kam një zakon e kaves në mëngjes, edhe kënaqem me ata duke pi kafe, po ata janë gjithë të çmendur mbas Edi Ramës dhe unë bëj një debat fort me ata, i them po çe doni erdhi koha të ndryshojnë ne. Ata sikur i ke fol, nuk e di, domethënë janë të tmerrshëm. Dhe i them, po ma sidni një që kemi kontakt këtu, po e thonë, kë kemi ne këtu, domethënë është e bukur kjo puna e lidhjes tënde pak kaq e ngushtë me kombinatin, siç mund të jetë pak profesis, mund të jesh çik profesues edhe i lagjeve të tjera ti, kështu që unë bi ziles këtu dhe jam shumë qet. Po nuk e di. Unë ju falenderoj që shikoni, e shikoj që keni goxha besim tek ajo që bëj, që përfaqësoj, që jam, edhe me të vërtet që tash me shumë për ulësi se duhet edhe mos fluturojmë, pra unë e provoj këtë ndjesi pozitive në fakt kudo, edhe jashtë kombinatit, e kam parë në këto pak ditë që nga dita e shpalljes listës, edhe por që si duket është një gjë që vjen edhe për shkak të punëve të mira që kemi bërë rrugës deri tani, kemi bërë dhe gabime, kemi pasur dhe momente që nuk kemi bërë dot gjithë gjërat mirë, po mendoj që ka një komponent të rëndësishëm këtu të qenurit të vërtetë. Thash edhe në fillim, pra ka shumë rëndësi kjo pjesë, një qasje me vërtet, me këmbë tokë, pa marrë kot, edhe pa e kthyer politikën në një instrument thjesht për vete, po për ta kthyer atë në një mundësi për sa më shumë nga ata që janë jo vetëm të brezit ton, po edhe të rinjve, jemi të bindur që kjo do jetë një fitore. Çështja këtu do jetë se çfarë magnitude do ketë kjo fitore, dhe edhe nga ajo që ne bisedojmë është si me thënë një momentum shumë pozitiv i vendit. Edhe këtu pra pa bërë politik, po është një momentum me thënë kjo edhe si ministër ekonomie, kulture e inovacioni, kapitujt, integrimi, Bashkimi Evropian, jemi më afër se kur, është një moment i një dere të hapur që duhet ta shfrytëzojmë shumë fort si vend, dhe nuk është vetëm një vot në këtë rast edhe për kombinatasit, po edhe për kryeqytetasit, po edhe për gjithë shqiptarët, nuk është vetëm një vot këtu për një parti apo për një mandat. Është një vot historike për të qenë qytetar të Bashkimit Evropian brenda 2-3 vitesh me pasaportë Bashkimit Evropian. Jemi shumë pranë këtij momenti. Ne e dim të dy se i kemi kaluar në vitet tona të gjitha vështirësitë me ato mure, të cilat na duhet të thyeni me ata dikur ambasadat, e ne më vonë të gjithë kemi vijuar të thyejmë mure gjithë jetën tonë, edhe muret nuk pas kanë fund, as në kufi, as tek policët, as në Schengen, as në gjithë muret e tjera. Adriatiku ne besojmë do të jetë i gjithi i mbushur me yjet verdha në flamurin blu, ku Shqipëria besoj do jetë në korridorin evropian, Kroaci, Malizi, Shqipëri, Greqi, e do shohim përballë Italinë, e do jemi një nga vendet mendoj unë bashkë me Malin e Zi që do jemi shumë shpejt antar të Bashkimit Evropian, me atë që di, me atë punë që unë shoh se po bëhet, edhe që ne mendoj që qytetarët shqiptar tashmë kanë qartë të punë, dhe ata që thonë, dhe veteranë, dhe të gjithë, pavarësisht backgroundit që mund të kenë. Shohim përtej të kuqes, po themi, edhe logos të trëndafilit Partisë Socialiste. Shohin vërtet një ekip i cili ka hapur një horizont që është komplet i tash është i mundur për ne, për djemt tanë, për fëmijët tanë, për fëmijët e gjithë, edhe se ideja është ta jetojmë barabart, edhe të jetojmë mundësitë në favorin ton. Këtë e pranojmë që të jenë në favorin ton të pabarabartë, si një vend më i vogël, ne do të përfitojmë më shumë nga Bashkimi Evropian, po si një vend më i vogël, duke qenë i barabartë Bashkimin Evropian, njerëzit tanë, fëmijët tanë, tregu, biznesi, studentët, gjithë me të drejtat barabarta me ta do kenë një liri të jashtëzakonshme për të zhvilluar si njerëz edhe si ekonomi e të gjitha, dhe kjo do na kthej pastaj që të kemi mundësi për ta pasur atë mbështetje ekonomike që sot nuk e kemi dot për pensionistët, nuk e kemi dot për shtresat më në nevojë, se nuk i kemi të gjitha këto buxhete dot dhe aksese që ka Greqia, që ka Italia e tjerë, sidomos kur vijnë momentet e ditëve të vështira që Bashkimi Evropian funksionon si një enë e përbashkët që atje ku nuk ka mundësi
buxheti i madh i Bashkimit Evropian ndihmon. Në këtë aspekt, domethënë, e parë tani unë e bëra pak më të përgjithshme këtë panoramën gjeopolitike. Jam i bindur që njerëzit e kuptojnë kështu, por duhet punojnë pastaj që e përditshmja të gjithashtu e jetueshme dhe e zgjidhur, duhet të jetë me më pak stres, ka shumë stres nga burokracia, nga administrata, nga shërbimet, nga nxirja në njëri jetës, nga ngrënia e hakut nëpër sportele, jo të sportelet tona, jo të sportelet e DPSHTR-s, sepse aty kemi bërë një bashkë me Afrimin e me kolegë tjerë, Ilirin e tjerë, me Belën e me kuptohet me shtetin e kryeministit kemi bërë një sukses që është i qëndrueshëm. Sot e kësaj dite, mua kudo ku shkoj më përmendin më shumë DPSHTR-n se sa bashkinë e parë ose APR-n. Ai është një model i mirë se ai qytetarët përballemi gjithmonë me atë dhe kur mbaj mend mënyrën se si rriej atje mbrapa sportelit vogël, torturoheshe për të marrë gjë. Tani e ke një pjesë të mirë online, një pjesë të mirë e në Europë, në Europë. Dhe shkon në Gjermani, merr patentën e konvertuar. Si bëhet kjo lloj qelizë edhe në vende të tjera Gonxha? Kjo është e rëndësishme. Si hapet kjo e gjitha dhe për shembull kot po them se ka dhe problematike këtu tani mund ta kon të flas dhe pak si qytetar. Për shembull, si mund të lehtësoheshin çik, më duket për shembull sikur ka kjo është jashtë punës që bëhet ti në kohën e patentave dhe në kohën e bashkisë, po mund të jetë pak tani në punën e ministrisë që jeti. Më duket sikur ka disa fryrje në disa sektorë, sikur ka administrata më të fryra se ç'mund të ishin me një lojalitet. Si mund të bëj gjëja pak më agjile, si mund të lehtësoheshin gjërat, si mund të arrihesh burokracia si mund të ishte më e ulët, si mund të arrihesh më kollaj më shpejt tek njerëzit. Pra, në këtë kuadër kam idenë që mund të bëni diçka më shumë. Kështu që ne duhet ta ergonomizojmë. Dot njeriu, se edhe ti ma mirë kupton këtë gjë. Ne duhet ta ergonomizojmë, si më thënë, qeverisjen, aksionin ton të ekzekutivit. Ekzekutivi është shpesh i avasht, ai duhet të jetë shumë i shpejt, duhet të jetë më i lehtë, duhet të jetë më i thjeshtë. Edhe këtu duhet shumë inovacion. Inovacioni nuk është celular dhe ekrane me prekje. Inovacioni rreth parë është thjeshtim, është si më thënë ekonomizimi i burimeve. Për shembull, të jap një shembull, takova një ditë sa gra të cilat ishin të shqetësuara, rroga e ulët, punonin në qytetin studenti. Një kolektiv i papar në numër, 400 veta kolektiv, me rroga të ulta. Sapo e shikon si realitet, e kupton që është zgjedhur të bëhet ndoshta një përkrahje sociale më e madhe duke punësuar shumë njerëz, duke kënaqur në thonjza pak më shumë numra, por të tërë ata të pa kënaqur sepse rrogat e ulta. Atëherë këtu duhet parë, këtu duhet hyn ekspertët, duhet shohin, mund ta bëjmë të punë me 200 veta të paguar 2 fish, mund ta bëjmë të punë me 150 veta të paguar 3 fish. Si mund ta ekonomizojmë më mirë paran publike në këtë rast? Po flas tani për një gjë që është fare thjesht sepse me sy të parë kuptojnë që ka diçka. Nuk na ndan kollaj pjesa e hallit që kemi pasur përpara, papunësia e tjerë. Tani kemi ardhur në një moment kohës të një epoke që nuk ka më problem papunësie, tani ka problem cilësie e pune, ka problem aftësie, ka problem profesionalizmi, ka problem motivimi. Tani duhen pagat e larta, se përndryshe njerëzit nuk rrinë, ikin, i kthejnë kurizin punës. Dje flisim me ca faturistë të energjisë elektrike, që me rrogat jo ku duhet, ikin, fillojnë punë ikin. Pra do duhet të shohim më shumë për të motivuar njerëzit, edhe do duhet që me të njëjtin buxhet të bëjmë punën mirë me njerëzit e duhur, t'i paguajmë mirë, t'i motivojmë mirë dhe të tjerët duhet t'i kthehen tregut punës tek privati që ka plot oferta. Dhe duhet i ikim me rehatisë së shtetit, ndonjëherë punojmë këtu se jemi në bashki, 2 ditë pushim, s'bëjmë asgjë, po e kemi një asistencë. Me këtë gjë dhe ata kjo forcë flë edhe pastaj ngelet në për sa na përket ti je njeriu ideal. Pra duhet menaxhimi me cilin ne mund t'i themi këto gjëra se këtu tani unë e majt e djathtë tani kam filluar të shoh çik, sidomos mbas zgjedhjes Trumpit, kam filluar të shoh çik më ndryshe. Do të them ndonjë ide aty pavarësisht se këto situata e majt e djathtë. Nuk më duket sikur ka një diferencë të tipit të madh. Po flas nga këndvështrimi im. Sidoqoftë, ku do të dalë? Kam vite që e shoh ashtu. Do të dalë tek fakti që neve kësaj historisë Trumpit mund t'i marrim ca gjëra, ne s'kemi pse mbajmë, ku di unë. Punon një social 30 veta që merren me një grua të dhunuar. Po them kot, se mora shkas nga kjo. Tani, natyrisht që kjo do të përputhet me politikën e madhe të partisë tuaj, po ti mund të jesh pak zëri jon aty dhe mund ta çosh këtë brenda keturyezat e mëdha, po të krijohet për një agjilitet më të madh në këtë aspekt. Siç është kjo pastaj shpërndahet në qeliza të tjera, ose ku di unë, fondet mëdha që janë dhënë deri tani. Mund t'i bëni një orientim tjetër atyre se deri tani u pa që
janë mbajtur ojo që kot. Unë mbaj mend kur kam qenë në Ministrinë e Sporteve dhe kam qenë me Gonxhen. Prandaj ja them këtë se ky ma kupton më mirë se të gjithë. Kishte 700, po them kot, një shifër të egzageruar, federata sportive. Çfarë do të thotë federata sportive? Do të thotë një president i zgjedhur ashtu, një sekretare, një numër telefoni. Ata rinin ke dera e këtit me ditë të tëra që ky të firmonte fondin për vitin e ri. Dhe kënaqësia e tyre e madhe është kur merrnin dhe për një vit fondin për këto 3 rroga. Kam idenë që kjo kohë të mbarojë se ka mbaruar. Nuk ka më pse shteti pagu këto rroga. Po si pati aftësinë ai ta siguroj nga privati, duhet hapi rrugën ose do ta mbylli këtë gjë. Ky është një lloj një orderi që neve po na vjen nga bota nëpërmjet njerëzve që kanë nuhatje një po dhe predispozitën, edhe pak njohje në biznesit, dhe Gonxha këtë e ka, për ta çuar në vendin e duhur. Kështu që Gonxha nuk e di nëse e konsiderohet si kritik këtë, po Jo, është shumë le të themi ca gjëra se shumë të shërbejmë feedback i kam mirë. idenë për punën tënde dhe për punën është tuaj. Duket si grup e bëjmë qefin, po mua ka problem shumë aty te puna. Se Po para se të shkoja këtu kam qenë në task force që punova gati një vit e ca bashkë dhe ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë. Që unë nuk e harroj për atë kohë që ndeta. Te kjo punë që erdha, të them sinqerisht, vinë shumë njerëz të lloj kategorie. Edhe para një muaj kisha dikë që nuk po e përmend për emër, por është dikush që ka dhënë shpirtin për sportin shqiptar. Edhe erdhi me gjithë fëmijën për të bërë një ndrim pronësie. Për respekt e morën zyrë, pim dhe kafe dhe bëm muhabet. po se ti ke këto hadhe që ti takosh njerëzit më shumë se të tjerë. Pa, unë atë pjesë e bëj. Di. Pjesën e menaxherit e bëj shumë mirë. Edhe zbritëm poshtë i tregova gjithë drejtorinë dhe më pyeti pastaj që po besoj thash Dora Gonxhës dhe e ministrisë. Patjetër po, thash është vizioni, thash je ti. Mbas 2 ditësh më telefonon tha, mund vi të takoj prapë po, thash. E prita dhe më tha, mund të ketë një vend të përmbesëm tjetër për punë këtu. I thash, tani nuk ka, thash më vonë ndoshta, po arsyeën pse. Edhe më tha, pagat ishin të mira, ma sa mora informacion. Po. Dielli s'kap tha, vap s'ke, ftohti s'kap tha. Ka dhe që kreativ brenda. Po, ishin të gjitha, makinat vjen të merr të shtëpia dhe të kthehen prapë shtëpi. Dhe si lloj komoditeti që është shumë vështirë ta gjesh sot në Tiranë apo në Shqipëri. Kjo është një punë shumë e mirë, por që unë uroj që të vazhdosh kudo që të jesh, ti bësh po si kjo punë. La gjurmë e mirë aty, më vërtet, kjo është vërtet, se edhe kur ikën në përreth e shef, pak të kot, po them, fasadat e zyrave të juaja të patentës, ndjesh, ore, tip një lloj krenarie, kaq mjafton. Se Ty vin pastaj është të tjetër huaj, që kur të vin kalon. të huaj shumë, se vin ambasadat. Po janë nga ata që janë ndruar dhe vinë për herë të parë dhe thonë që edhe në vendet tona nuk është kështu. Do të thënë ne i është dhënë mundësia çdo njeriu që të mbaroj punë shpejt dhe me rezervim online që vjen. Mbaron, ka një orar, e pret dikush në maksimum 20 minuta nga vetëm rruga që mund të ketë pak trafik, derisa të mbaroj dhe kursia e tretë që besoj të mbaroj shpejt edhe të ketë liri për çdo kënd, për ata që ikin për qeve dhe ata që ikin për punë. Por ata që vinë aty mbarojnë punë shpejt realisht. Tani mund të ketë probleme të vogla që ne po mundohemi t'i rregullojmë në vazhdim. Edhe gjermanët u habitën kur ne bëm marrëveshjen e njohjes dhe konvertimit dhe kur pan sistemet pastaj u dorëzuan, në fund fare erdhëm në pikën që kërkonim që të bënim një komunikim korreale me gjermanët dhe gjermanët e KBA-s, kështu quhet atje ky shërbimi i automotorizimit që mendo tani gjigant me 80 milion automjete, flota e tyre kombëtare. Sistemi i tyre nuk komunikon dot me sistemin ton në kohë reale sepse sistemi i tyre ishte shumë outdated, ishte shumë i prapambetur. Interesante. Edhe kërkuan në fillim që t'i çonin dokumentat me postë. I tham, në asnjë mënyrë me postë, kjo do javë. Po do t'i grupojmë në një zarf, jo nuk e bëjmë dot kështu, po të paktën na sillni email i tham sepse dhe në fund fare tani po vin drejt momentit që gjermanët po përditësojnë sistemin, e them të gjithë me sinqeritet, nuk po tallem. Kuptoj. Për pjesën e atyre marrëveshje që kanë ata me shtete që kanë sisteme të avancuara si ne, sepse ne investuan shumë në sisteme dhe afrimi e di, në themel të punës dhe të suksesit të këtyre shërbimeve, dhe këtu nuk po flas vetëm për DPSHTR-n, nëse shikoni sukses dhe automatizim, është sepse është investuar në sisteme. Edhe në këtë aspekt, domethënë është edhe shkursyre shumë edhe për qytetarët, por Pra, çaj bën interesante këtë gjë Gonxhe, fakti që e çon një punë deri në fund, po ditën që ti nuk e administron më, ajo vazhdon me po këmbë duhet veta. jetë i qëndrueshëm shërbimi, Vazhdon me sepse këmbë pastaj nuk veta, është një sepse sukses. nuk lidhet më me personin. Tani, unë këtu realisht se njerëzit mund të kenë çik drejt të jenë të lodhur nga politika e përditshme, nga ç'a ndodh poshtë e lartë, nga nivelet e korrupsionit, gjërat si këto. Në këtë kuadër, dalja me fytyrë është një përgjegjësi doppio, sepse ti thua unë ja ku jam,
por këtë dhe këtë, më kupton? Dhe përgjithësia është pak më kështu e drejt për drejt. Jashtë propagandës dhe jashtë asaj politikës së përgjithshme. Kështu që për të bërë deri në fund, për ta bërë pak tani, si më thën, edhe pjesën time që më shket ndonjëherë, që është pjesa e anti-ministrit. Që mua më pëlqen kjo pjesa që domethënë të dalësh nga ministri konvencional, për shembull, e ndaj këtë gjë dhe me publikun, nuk është fare për tu krenuar që ne kemi një nivel të zbatimit të realizimit të buxhetit, sidomos nivel vendor, të qeverisë vendore, që lë shumë për dëshiruar. Për shembull, për t'ju dhënë një shifër, është në masën 44, 45, 46% për vitin 2024 realizimi i buxhetit të bashkive kryesore të vendit. Pra duhet kuptojmë, mbledhim taksa, i kemi në ark, bashkitë i kanë fonde të transferueshme, se ti e di se kanë punuar atje, parat janë, dhe nuk implementojmë dot, nuk realizojmë dot, nuk investojmë dot buxhetin që mbledhim brenda vitit, as në masën deri në 50%. Dhe këtu tani kuptohet që unë e them të gjë, ka dhe probleme ndonjëherë dhe nga koordinimi, institucione qendrore, projekte, standarde, ka ligjshmëria me goxha pjesë, burokracia, ju e dini, jetojmë kohë të vështira, njerëzit, procedurat marrin kohë, por duhet gjejmë mënyra të reja të menaxhimit, sepse nuk mundet dot që nga një anë të taksojmë qytetarët dhe të kemi buxhete të tilla, pra sot nuk është më problem paraja. S'është problem paraja, s'janë problem fondet. Këto bashki kanë akoma gjysmat e fondeve aty. Dhe ne shpresojmë që mos merret kjo si një ftesë për të shtuar akoma vende pune si ato që përmenda tek shembulli që u dhash. Pra nuk është puna këtu për të bërrushe kumbulla këto para. Pra këtu puna është që këtu parat janë, këtu duhen tani menaxher më të mirë, duhen, si më thën, administrator më të mirë, duhen kapacitete më të mira, sepse do vi shumë shpejt dita, shumë shpejt, do hapet dera tjetër e Bashkimit Evropian, do kemi pjesë në shumë programe, dhe do duhet dim ti përfithim, ti përkthejmë këto në të mira konkrete për qytetarët, dhe investimet janë problemi më i madh që ne kemi. Investimet tani se duket si fjalë kështu, po prokurime, tenderet, investimet, pra gjithë fondet që dalin në treg janë fondet cilat pastaj mbajnë gjithë tregun gjallë, firma, subjekte, njerëz, punonjës, prandaj ata që përmenda që janë me 300.000 lekë, me 400.000 lekë, që rinë të strukur ke si shembull tek detoria konvikteve, duhet të kenë rroga shumë të larta ke këta të tjerët që do duhet jenë pjesë e këtyre fondeve, të cilët duhet jenë pastaj me rroga nga 1.000, 1.200, 1.300 euro, dhe nuk do rinë më kështu siç janë sot, me idenë e pasigurisë që më mirë këtë se sa asgjë, dhe bëjmë dhe në një gjë tjetër mbas dite, ose sajojmë dhe në një gjë ke puna, apo me që kemi rroga të vogla, bëjmë dhe në një marifet ke puna, marrim në një gjë ekstra. Pra po themi që kjo gjë s'mund të jetë më kështu. Pra njerëzit duhet të jenë, edhe do duhet që dhe këtu janë mundësitë, pra këtu nuk është më çështje që nuk janë mundësitë. Tani duhet vetëm që ta ndajmë mendjen që kjo punë duhet bërë, pra mund mos arrim dot që të jemi baraz me bashkie, me administrimin që ku diun kanë shtete që kanë nga 200-300 vjet shtete, por është e pafalshme që ne të jemi akoma duke diskutuar për pronën, për ku diun, për problemet cilat, apo ku diun, çështje infrastrukturore të nivelit që janë të zgjidhshme në nivel bashkie, në nivel administrate komunale, dhe se ne aty na rizemra, ke komunalja, jemi shumë që më përpara. Ai dia dhe të vërnë është e çuditshme se kësaj takon tuaj të vënë në pa disa gjëra që ne kemi këtu, të cilat ata i konsiderojnë të rëndësishme, por ne nga që kemi në përditësinë tonë nuk na bëj shumë përshtypje. Për shembull, kot po them, siguria në Tiranë. Thotë, ore, ti shkon plazh, or si lë këtu ti celularin lash në plazh, nuk keni frikë, në botë këto koncepte ka rënë. Po kur them botë, them Monte Carlo kanë, nuk ka më siguri. Pra ke sigurinë. Do të them, keca gjëra që janë të mira. Por duke qenë në përditësi kemi edhe historitë e tjera të halle, ku diun, do donim më shumë parqe, më shumë, domethënë trotuara më të gjëra, gjitha historisë si këto, një lloj komoditeti për ta pasur jetën më të këndshme të mirë. Këtu fillon të bie bara jote. Le ti marrim këto gjëra të mira, mos kemi frikë dhe turp se po bëjmë politikë duke thënë që një huaj thotë që ka siguri Shqipëria, se kjo s'ka lidhje me PS me PD, nuk do ta marr fare kështu. Ka një situatë e tillë, patjetër që ka merit ai që është situata rendi apo ai që ka drejtuar vendin, por ta marrim këtë gjë të mirë dhe këto hallet e brendshme të vogla që kemi, që mund të jenë edhe të mëdha, ti çojmë dhe këto në një nivel më të madh dhe ka rrezik vendi ecën vetvetiu. Ne e duam këtë vend, ne duam që ky vend të ecë para me pa Europë, jemi njerëz që dim të shpikim, dim të mbijetojmë, dim bëjmë në të gjithë situatën tona. Sot njëri që
nuk arrin të marrë dot, pa them shumë troç, 1 milion lekë në muaj në këtë vend, unë e quaj pa aftë. Pra ka pafundësi situata. Po të shkosh tani të rish komod, të marrësh 300.000 lekë. Si do njëri që të rike dera pallatit gjithë ditën dhe s'do asnjë hall tjetër, ka dhe nga këta, ka është dhe kjo kategori, më kupton? Po ti bëj atë larmishme dhe Tulisht e tubat, i mamën tubat. po si se më. Se po i kthehemi kombinatit. Shikoj që gjetëm ty për të bërë të shpërthimet tona të vogla. Unë marr. Ndaj kolegëve të tu. Unë marr. Ky është podcasti që duam të marrim edhe ndoshta duke artikuluar kështu dhe e kupton edhe më mirë edhe ata që na dëgjojnë. Po unë jam i mendimit, pra nuk e di tani, është çështje natyre kjo, është çështje karakteri, unë nuk e kam iden, po unë kam mendimin që nuk e di, ne jemi dhe qenie optimiste në vetvete. Ne çdo mëngjes si njerëz çohemi me një optimizëm që na bën ta harrojmë një herë, edhe çdo stres, po mua më duket se është krejtësisht e realizueshme. Si është kjo punë, ne kjo është një gjë që mëson nga bëhet. njerëz çuditshëm. Unë para një 5 vitesh pija kafe me Viken vllajin tim dhe Blet Bane. Tek Top Tani, ka një kafe Vike aty. Edhe shifshim 1-2 turistë. Edhe këta të dy tani thoshin mua, "O Manush, ti se kupton, këtu mbas 5 vjetësh do jetë rralla që me njerëz që paguajnë me karta nga gjithë bota." Edhe unë i thoya këtyre, "Ma jeni të çmendur." Çfarë du të them me këtë? Du të them që ka disa njerëz që kanë intuit, nuhatje, se s'du të them vizion, për gjëra që ndodhin këtu. Tani ka ndodhur kjo gjë që thanë ata. Edhe kur takojnë mua më thonë, "Je i marrum, nuk e ke ti nuhatjen." Ai njëri për mua, se unë i ngacmoj të dy, njëri i them je pervers, se po i çigallat, tjetri i them je i pavë dhe pa shkollë vllai tim. Kujt morët vesh ju këtë gjëra? Do të them shqiptari ka nuhatjen për Në rastin gjëra. konkret, ai ka- pa shkollë që është vikja, Jo, po dhe mimi shumë larg ta kapësh. Jo, po dhe marrim- si afrosh dot as pia dhe as kush. Duhet t'i them Gonxhes që ka nis një lloj rrugtimi kjo që s'u kthe ka mbrapa. Barra që u bie jush më lart për ta çon përpara, gjithë të histori, ne na keni që do duam ta shohim gjithmonë mirë këtë vend, kështu që Me këtë të Jepi. shkollës, e preket tani dhe tastierën e fundit që ishte, që ç'a është kjo shkolla? Kupton ç'a do të thënë shkolla? Çështja është që intuit, jetë, eksperiencë. Zvicra, Gjermania, por kapin 60% që i kanë vetëm me arsim teknik profesional. Nuk kanë fare arsim të lartë. Pra, neve jemi në 17% arsim teknik profesional. Ne të shkollave, E kuptoj. ne që i duam gjithë jurist, ne që i duam gjithë, i kompleksojmë fëmijët që të vegjël që duhet bëhen se s'bën inxhinier dhe shkencëtar, kupton? Njeriu është në radhë parë njerëz si rritet, është në radhë parë që duhet të ketë iniciativë, duhet të ketë shumë eksperiencë, duhet të jetë në dispozicion, duhet të punojë që i ri. po pra. Ne nuk e shkëpusim fëmijën 18 vjeç. E kupton çdo më thënë kjo? E mbajmë dhe e mësojmë me idenë që ne do ta mbajmë derisa të plaket me ne. Mundësisht plakemi bashkë. Domethënë ideja është që duhet dali fëmia, që 18 vjeç duhet punojë në shkollë, në universitet, dhe shkollat profesionale tani po rritet përqindja, ne po investojmë shumë, po ky është gjithë thelbi, sepse ata që duam të nxjerrin pastaj për tregun, pra këtu vikja për mua është me shkollën e jetës. Po pra. Dhe ne të tjerët jemi me një shkollë që është ka qenë më shumë një dogmë për ne. Kupton që pra nuk është as pak diskriminuese që mos kesh bërë shkollë të lartë. Puna është edhe 1 milionin, se ky tani që mbaron për hidraulik këtu dhe joshet nga Gjermania, ai e ka të sigurt që 1 milion në Shqipëri është si 3.000 euro në Zvicra, në Gjermani, 57% taksa. si përqindje dhe historiqësh. Kështu që aja bëjnë do të atraktive këtyre që marrin shkollën arsim profesional të vazhdojnë të qëndrojnë këtu? Turizmi ka pafund nevoja. Kemi marrë gati 4.5 miliardë euro nga turizmi dhe 3.ca miliardë euro i rikthejmë jashtë nga ata që na i kanë dhënë, se nuk prodhojmë as peceta, as sapun për hotelet, as gota, kuptoj. Çdo gjë që ne konsumojnë këtu ata që na i sjellin, që është një ardhur në ekonominë tonë, ne në 2/3 e saj ne e kthejmë prapë jashtë, se duhet të rregullojmë industrinë e lehtë, duhet bëjmë përpunimin e materialeve brenda vendit, duhet kemi sa më shumë prodhime shqiptare të tjera. Po këto nuk bëhen pa punonjës kualifikuar. Këta punonjës janë ata që po themi. Duhet të kenë këto nivele, si më thënë, aftësisht teknike, dhe pastaj ti fillon të investon dhe këto para duhet i mbajmë në Shqipëri. Pra ne importojmë pafundësisht, pa që nevoja, dhe parat që janë këtu, pra gjithë ky buxheti i jashtëzakonshëm që vjen nga turizmi dhe që do vijojë të rritet, ne nuk e mbajmë në vendin tonë sepse nuk kemi teknik, s'kemi manufaktura, s'kemi fabrika të cilat duhet të merreshin me këto prodhime dhe nuk kishim nevojë të importonin. Pra, është e gjitha llogari e përbashkët, e gjitha një gjë që lidhet me njëra tjetrën. Pra duket si teori, po është
Mund ta bëj edhe një ndërhyrje fundit. Tirana është shumë e madhe. Tirana tani ka edhe shumë fshat mbrapa. Do doja që në një podcast të rallës të gjëja nga ty gjëra edhe për këto të fshatit që janë pjesë e Tiranës. Edhe faleminderit për ftesën. Faleminderit se në qyteti kishte pak probleme, kështu që çove dhe Ka shumë, po. Herës tjetër do flasim edhe për fshatet. Sidomos ne që jemi nga kombinati, kemi fshatrat afër. Po, kanë janë kodrat. Kështu që Manushi tha to gjërat e vogla për të huajt, po për një pjesë në kombinat apo diku tjetër janë gjëra të mëdha. Kështu që duhet i ndihmë vërtet për ata njerëz që janë atje. Unë e kërkova që në fillim, ndoshta ajo që më prek më shumë se jam rritur me sport, edhe të kërkova misisht edhe përpara këtij podcasti që mundohesh që të gjesh një fush, një terren që të stërviten ata fëmijë, ta marrin emrin e kombinatit siç e ka qenë shumë vite përpara. Edhe ishte super. Edhe do e kërkoja insistim, do jap çdo gjë, unë dhe miqtë e mi ata që kanë luajtur sport, edhe ata që vazhdojnë akoma që të jenë kombinat dhe stërvisin ata fëmijët e vegjël. Ndoshta edhe një takim me shumë ish futbollistë dhe shumë emra të njohur të kombinatit. Do kërkoja që të investoheshim të gjithë, patjetër që t'japim mundësi atyre fëmijëve. Do ta lëbojmë bashkë të gjën e qendrës multifunksionale sportive. Mund t'i japim pastaj një theks, mund t'i japim theks ku diun këto sportet ku jeni dhe kampion, po jeni kampion edhe në nivele botërore si boksi e tjerë, me kombinacë të boksit e të sporteve si thon këtyre sporteve të rënda, që janë gjimnast. Kjo ishte ide shumë e bukur. Do gjej patjetër suport dhe çfarë ndodh? Kjo do ngacmojë edhe shumë të tjerë që do afrojnë nismës. Vetëm niseni sepse secili në stilin e vet. Do ta nisim të gjithë. Po pra, e nisim. Jo, nga edhe suportin tim patjetër e kemi, se i kemi edhe ne tribunat tona ku do bëjmë jehon kësaj. Pjesa e qendrës pastaj unë imagjinoj një, domethënë pazar i ri për mua nuk është asgjë. Më falni që po guxoj, po nuk është asgjë para asaj që do jetë Garibaldi. Po të ishte një agora fantastike, pedonale, me festa çdo 2 ditë, me aktivitete, me pse jo, ndeshje boksi në sheshe, arenën aty, koncerte, aktivitetet, me do tani dyqane të rrotulla, ato kolonatat që mund të ribëhen, ajo gjitha me gjelbrime, me fëmijë, me njerëz, pra duhet ishte një trege, një qendër ku do kishte pastaj disa prej atyre dyreve, imagjinoj me njëherë kinemat që thatë, librarit, bibliotekat, ato mund bëhen edhe me privatët, nuk është e thënë që të bëhesh çdo gjë me shtetin, pra gjithë ky zhvillim në qendër do bënte që të ishte një vend shumë i jetueshëm, edhe për familjarët, edhe për njerëzit, pra ky do të ishte qytet, nuk diskutohet qendra sportive dhe stadiumi. Kam përshtypjen se ndoshta duhet kapa një kur ka qenë vogël unë duhet shkoni me mëtej, pishina, në daljet kombinatit pa shku tek Varrezat, kombinatit dikurshëm, ka pas një pikë të vogël që shisni produkte fshatare, them në atë kohë, që me 1 lek ti blije pafund. Pjepra, dhe çdo gjë. Një markate madhe me. Do të them, ja ku e ke thelbin e gjës. Tani, fakt ajo prapë si zonë kështu, është zonë që bëjnë punime me mermeri, kanë pa në funksion të Varreza, gjitha e zonë është zhvilluar në këtë drejtim. Po aty gjitur ke prushin, rezervuari, ke gjithë pra është gjithë një zonë që të thotë po të thret. Hajde më merr, hajde më disiplino. E kam parë se kemi punuar me APR-n, kemi punuar me mbjelljet, kemi punuar me bashkinë. Është fantastike. Edhe kemi edhe zonën e lirë aty që quhet Teda Tirana, që po përfundon infrastruktura, ku do kemi teknologji. Momentet kyçe që kanë lidhje me njerëzit i ke prek Gonxhe. Që komunalen e parë, parqet të tani u kujtova parqet, se më doli nga vendi që ke punuar ke parqet të Keliçeni. Dhe kishte mbasi kalonin punëtorët që bënin gjërat, kalote Gonxha merrte i shije vari. Manjake që në Gonxha për këtë gjë. Ndimon. Detajizmi, perfeksionizmi ndimon, edhe APR-ja, Parku i Madh i Liçenit natyrisht do na ndihmojë edhe në 11 maj, sepse njerëzit e kujtojnë dhe atë gjë. Por që, unë ju falenderoj juve sepse me vërtet më dhatë një ngrohtësi të jashtëzakonshme me atë që ju vetë e shprehet, edhe ju jeni natyra që nuk jeni nga ata që shtireni, edhe është shumë motivuese edhe kjo që ju folit sot për mua, edhe më vut para një përgjegjësi edhe më të madhe, sepse jeni 2 pesha të rënda në qytet, në Tiranë, nuk jeni njerëz zakonshëm në kuptimin e asaj që ju
përfaqësoni, eksperiencë, njohje, përballje, kështu që ju faleminderit të dyve, jeni me të vërtet shumë të rëndësishëm për këtë që Faleminderit Gonxhe dhe suksese. Na ke kap derën me këtë kombinat, kështu që na ke kap kokën me derë, thuhet. Piku urime dhe ti, sukses. Suksese të gjithëve bashkë. faleminderit shumë. Faleminderit.